të shumta në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kohën, një nga ato ku i dërguari alayhi salatu wasallam në mënyrë të drejtpërdrejtë në mënyrë të drejtpërdrejtë na udhëzon që ta shfrytëzojmë kohën. Ku thot iktanim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjerave. Andaj do të shfrytëzoj rinin tënde para pleqërisë. Dhe kjo është shfrytëzimi i kohës. Shfrytëzoj shëndetin para se të vijë smundja. Nga se kur vijë smundja, koha tashmë është ndryshe nga gjendja jote kur je shëndosh. Ai shfrytëzoj gjendjen e shëndetit. Dhe më konkretisht shkon i dërguari sa son duke thënë, shfrytëzoje kohën e lirë para se të zihesh. Nga se njeriu për shembull para se të martohet, koha e tij është më ndryshe se kur martohet. Tashmë ka një obligim të shtuar. Por edhe kur të martohet, koha e tij nuk është sikurse koha kur ka fëmijë, nga se tash fëmijët marrin nga koha jote. Prandaj gjithmonë atë pjesë të kohës së lirë që nuk e ke të ngarkuar, shfrytëzoje maksimalisht për punë të mira, para se të vijë ndonjë obligim i kësaj bote që ta zë kohën dhe nuk të jap hapësirë të mjaftueshme tashmë ti ta shfrytëzosh ku don ti, nga se me shtimin e obligimeve obligohet edhe një agjendë të caktuar për dëshmërisë tonë. Për shembull, një bab apo një nën, një zojë shtëpisë apo një krye familjar nuk mund gjithmonë ta përcaktojnë agjendën e tyre ditore si doin ata. Nga se nganjëherë imponon smundja fëmijët ta imponon kohën. E caktuar ku kimë kaluti, a kimë kaluar me pushu apo kimë kaluar duke i ndajt fëmijës mbi kokë, apo Zoti na ruaj në spital apo ku e diku. Prandaj dua të them që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë shfrytëzoj kohën e lirë para se të zihesh me angazhime, para se të zën smundja, varfëria, dhe ka thënë do të thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shfrytëzoje para se të vijë varfëria, pasurinë, nga se kur je në mirëqenie sociale, ki ku më tepër se kur je, do të thotë ndoshta në gjendje të ngushtë sociale, nga se në këtë gjendje tashmë ndoshta obligohesh të punosh më gjatë, të kërkosh punë më tepër e kështu me radhë. Në anën tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Tha i dërguari alayhi salatu wasalam, dy begati janë të mashtruar përballë tyre shumë për njerëzve. Dhe kur i mediton këto dy begati më të vërtet, kur këto dy janë bashkë, nuk ka begati më e madhe për njërin se këto dyja. Dhe duke qenë të këtilla, e sheh shumicë njerëz të pavëmendshëm përballë tyre. Tha as-sihhatu wal-farag. Tha shëndeti dhe koha e lirë. Njeriu mund të jetë i shëndosh, po s'ka kohë. Po, angazhohet. Mund të jetë ka kohë ti, po është i smur, s'm bën. Prandaj kur është i shëndosh, dhe është i smur, dhe nuk kur është i shëndosh dhe ka kohë. Po. Do të thotë që të përcakton ai agjendën e angazhimeve dhe aktivitetet e tija dhe nuk bën punë mira, nuk e shfrytëzon, nuk kontribon, nuk është produktiv, po dyshim se kjo është i dështuar. Kjo është i humbur shumë keq. Prandaj pejgamberi ka thënë në mënyrë shumë mendje lehtë, në mënyrë shumë të thjeshtë, shumë pavëmendshme, të paarsyeshme njerëzit humbin dy begati nga begati më të mëdha. Shëndeti dhe koha e lirë. Dhe në anën tjetër, vëllai nderuar, koha e lirë është begati e madhe e Allahut azza wajal. Nga se sa kishim pasur ta kemi atë kohën e rinis, atë kohën e fëminis, kur kishim kohë për çdo gjë. Por e shëzoni më tepër duke luajtur. Sa do të dëshojmë që atë kohë për shembull të kishim mësuar diç më shumë, që sot ta kemi më lehtë për të ndërtuar mbi atë mësim. Andaj u themi vazhdimisht fëmijëve, të rinjve, mos e përsëritni gabimin e njëjtë të baballarëve juaj. Shfrytëzoni kohën, nga se shfrytëzimi i kohës është pjekuri dhe është mençuri.